e lehtë, e shpejt, e shijshme, një super recetë e cila duhet provuar. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e këtyre ëmbëlsirave të lehta dhe të shpejta, të cilat janë ideale për pas iftari. Fillimisht në një tenxhere më të madhe shtoni 1 litër me qumësht. Te qumshti vazhdojmë me shtojmë sheqerin. Unë po shtoj 6 lugë gjelle me sheqer. Por nëse juve ju duket pak, mund të shtoni edhe 1 lugë gjelle më tepër, dhe nëse ju duket shumë, mund të shtoni 1 lugë gjelle më pak. Tani marrim 2 paketime me puding me aromë të vaniljes dhe vazhdojmë i shtojmë te qumshti. Duke përzier, vazhdojmë në zjerje në zjarr mesatar derisa pudingu të fiton trashësinë e dëshiruar. Sjeni derisa pudingu të fitojë trashësinë e dëshiruar. Tani e largojmë nga zjarri. Te pudingu vali nxehtë shtojmë 75 gram gjalp të pakripur ose margarinë mund të shtoni dhe vazhdojmë përzijim me njëherë. Nga nxehtësia e pudingës, margarina do të shkrihet me njëherë te kremi. Vazhdojmë tani që te kremi të shtojmë edhe 250 ml krem pana ose hopla, por për ëmbëlsira, nga ajo që është e ëmbël. Vazhdojmë përsëri përzijim edhe një herë vetëm me tel kuzhine, pra nuk e përdorim fare mikserin. Përzijim mirë derisa të shohim që të gjitha produktet që kemi shtuar brenda tani te pudingu të lidhen dhe të bëhen bashkë. Për këtë ëmbëlsirë do të na nevojiten edhe biskota të bluara. Në total do të na duhen dikon 100 gram me biskota të bluara. Për ta shërbyer ëmbëlsirën do të përdorim gota. Mund të përdorni çfarë do lloj gote që ju keni dëshirë. Dhe fillimisht në secilën gotë shtojmë nga kremi që e kemi përgatit, nga 1 lugë të madhe kështu. Vazhdojmë tani që të shtojmë nga 2 lugë gjelle me biskota të bluara. Dhe pasi shtojmë biskotat, vazhdojmë përsëri i mbulojmë me krem. Gjithçka që duhet bëjmë tani është që të lejojmë që ëmbëlsirat të ftofen në frigorifer për 1 orë. Pastaj do të vazhdojmë që t'i dekorojmë sipër dhe janë të gatshme për t'i shijuar. Dhe tani që janë ftofur pak ëmbëlsirat, vazhdojmë që t'i dekorojmë. Unë këtu kam pak shllak krem, të cilën e kam rrohur mirë me mikser, derisa është formuar kështu një krem i trash, dhe do të vazhdoj që t'i dekoroj kështu nga pak. Sipër, unë nuk kam shtuar nga 1 qershi dhe me pak biskota të bluara në pjesët anësore do ta përfundoj dekorimin. E lehtë, e shpejt, e shijshme, një super recetë e cila duhet provuar. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.